Shenjat e kiametit, vrasjet e shumta. Nga Ebu Hurejra përcillet se i dërguari Allahut alayhis salam ka thënë: kiameti nuk do të bëhet derisa të shtohet trazira. Të pranishmit thanë: ç'është trazira, i dërguari Allahut? Ai tha: vrasja, vrasja. Këtë hadith e ka transmetuar Muslimi. Në një transmetim të Buhariut prej Abdullah ibn Mesud thuhet: para se të ndodh kiameti, do të ketë ditë të trazuara, gjatë të cilave largohet dija dhe shfaqet ignoranca. Ebu Musa thot: trazira në gjuhën e Habeshes, Etiopis, do të thotë vrasje. Nga Ebu Musa përcillet se i dërguari Allahut alayhis salam ka thënë: përpara se të bëhet kiameti, ka për të pasur trazira të shumta. Të pranishmit e pyetën: e çfarë është trazira? Ai tha: vrasja. Thanë: më shumë se ç'vrasim ne tani, se ne tani vrasim gjatë një viti më shumë se 70.000. Ai tha: nuk është fjala për ju kur vrisni illujtarët, por fjala është kur ju do të vrisni njëri tjetrin. Ata thanë: mendja jon do të jetë me ne atë ditë? Ai tha: shumicës e njerëzve të asaj kohe do të rrëmbehet mendja. Ata pastaj do të udhëhiqen nga mendje lehtit. Shumica e tyre mendojnë se janë duke qëndruar në diçka të drejtë, por ata nuk janë duke qëndruar në asgjë. Nga Ebu Hurejra përcillet se i dërguari Allahut alayhis salam ka thënë: pasha atë në dorë të cilit të shpirti im. Kjo botë nuk ka për të zhdukur derisa njerëzve t'u vijë një ditë ku nuk di vrasësi përse ka vrarë dhe i vrari përse është vrarë. Të pranishmit thanë: si ka për të ndodhur kjo? Ai tha: trazira, vrasësi dhe i vrari kanë për të hyrë në zjarr. Disa prej tyre që ka paralajmëruar i dërguari Allahut në këto hadithe kanë ngjarë. Lufta midis muslimanëve në kohën e sahabëve, Zoti qoftë i kënaqur me ta, pas vrasjes së Othmanit. Pastaj luftrat kanë qenë në disa vende më të shumta dhe në disa të tjera më të pakta. Në disa kohë kanë qenë më të shumta se në disa të tjera, gjithmonë duke mos u njohur shkaqet e shumicës së këtyre luftrave.